Një oazë gjelbërimi në mes të cilit ngrihet një strukturë prej druri për të qenë sa më në harmoni me natyrën përreth. Çiftlik Family Agroturizëm, i pozicionuar vetëm pak kilometra larg Durrësit, është një vend që kombinon më së miri receta tradicionale me shërbimin mjaft cilësor, me një konceptim të ri në menaxhim. Ky agroturizëm po surprizon klientelën me risitë më të fundit. Disa janë gjërat që ne kemi menduar që të sjellim si risi dhe një nga gjërat kryesore është pjesa që të përfshijmë të gjithë familjen në praninë e tyre këtu në restorantin tonë dhe në resortin tonë. Një gjë shumë e veçantë është që ne, duke pas parasysh që jemi një agroturizëm në të gjithë konceptin e saj, çdo lloj produkti është ose i prodhuar këtu ose i zonës. Jo që se bëjnë të tjerët, patjetër që e bëjnë, por është shumë e rëndësishme që ne bëjmë vërtet një përzgjedhje të produkteve. E bekuar nga natyra me një klimë mesdhetare, toka durrësake nuk shgënjen me produktet e saj, e kur këto produkte vinë të përgatitura në tryezë me receta tradicionale, nuk të mbetet gjë tjetër vetëm t'i shijosh. Ky është byreku i bariut që në fakt është risi dhe ka një shtrat me ragu viçi, ka mishin e qigjit, ka puren e patates dhe ka djathin kaçkavall të zonës. Tek pjata që shohim aty janë është trahanaja që ne përgjithsisht e kemi përdorur për mëngjeset tona. Shefi jonë e ka kthyer në një pjatë të mirëfillt, dreke. Këtu kemi petkat që janë në profilin, po themi, dhe të pastave italiane. Ne kemi implementuar shumë mielin integral që jep edhe një e bën pak më krokante, e bën pak më të shijshme. Këtu kemi pjesë të shpëndëve të vegjël që i ndrojmë her pas here, në rastin konkret është llëza, ku është me puren e patates, me qepujkat, me karrotat, të gjitha të karamelizuara dhe me një demi-glas final. E nëse këto gatime të dala nga duart e Masterchefit nuk ju mjaftojnë, në fundjavë ju pret një tjetër surprizë që mund ta shihni teksa përgatitet live para syve tuaj. Gjatë fundjavave, në sfondin tim është zonja Vjollsa, e cila po bën byrekun dhe ne byrekun në çiftlik kemi live cooking. Që do thotë gatuhet live, gatuhet në sytë e klientëve dhe është një pjatë e fortë sepse ne duam të japim rëndësinë që kanë fakt. Në rast se italianët kanë picën apo dikush tjetër ka një pjatë të vetëm të fortë si kuzhinë. Kuzhina shqiptare patjetër që byrekun ne kemi edhe në përditshmërinë tonë dhe në shtëpiat tona. Çdo kafshat e shijuar këtu ju kthen tek shtëpia dhe kujtimet më të bukura që keni, sepse kjo është motoja që udhëheq çdo ditë punën e stafit. Eksperienca që bashkon familjen, natyrën dhe shijet shqiptare.